Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në Vlogmas Day 7. Për Vlogmas Day 7 do shkojmë në Shkodër për të parë vendet e bukura të Shkodrës dhe jemi nisur tani që është ora 8:28 minuta. Jemi nisur para disa minutash, por gjithsesi do t'ju tregojmë rrugën edhe ku do të shkojmë. Shifeni videon deri në fund. Erdhëm këtu tek pedonalja e Shkodrës. Edhe anaj si shifla tani. Edhe sa po zoom një parking shoqër zoti sepse me zi zoom vend. Edhe që ka shumë i bukur me sa pam ne nga drejtarja e makinës, po tani do shohim. Dhe pas ka disa lodra kështu, domethënë siç në Tiranë, po janë më pak se në Tiranë, por ne do t'i provojmë të gjitha, kështu që shihni videon deri në fund. Një nga lodra që pam ne, tu është edhe pema. Mi tek banas për të hëngrë ose për të pirë diçka. Nice, është një cheesecake me Oreo. Porosia ime është një tiramisu me pistakje dhe porosi tjera janë këto. Sa ti do ta provoj donta. Ta provoj me pistakje në filar. Shumë mirë dhe tani. Fatin për këtë që thot balancoje një lek të vogël, si për limoni dhe merr një kafe për falas, tani do provojmë fatin të. Prit anaj, prit, një sekond. Prit, mos e luaj, mos e luaj. Prit. Nuk bo sepse luan, ky limoni këtu. Edhe ra leku këtu brenda dhe nuk kemi thënë sepse thote për një kafe për falas, po s'po gjo. Po limoni lu, se do të kesh një teknik për ta vendosur ato që në të lëviz, por gjithsesi ja ku jam paqem, fati on dështoj. Blevi janë nice. Bëtë lumbac. Po. Provoj here on this? Neve arritëm në shtëpi edhe kësaj video erdhi fundi, mos harroni të bëni një like, subscribe, share, comment dhe kemi dhe advent kalendarin dhe bye! Së bashku shihemi në Vlogmas Day 8. Paçim!